2 prilli është dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin. Qyteti i Vlorës prej vitesh ka një qendër të shërbimeve komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara. Entela Selami, drejtuese e kësaj qendre, thotë se në të marrin çdo ditë një sër shërbimesh fëmijët me aftësi ndryshe, mes të cilëve edhe ata të cilët kanë çrregullime të spektrit autik. Selami thotë se këto shërbime ofrojnë falas. Sipas saj, është tepër e rëndësishme që prindrit i trajtojnë fëmijët me ndihmë të specializuar që në fazat e hershme të çrregullimeve, pasi kjo gjë sjell tek ata përmirësim të ndjeshëm. Ajo thekson edhe faktin që fëmijët të cilët referohen në këtë qendër marrin shërbime nga një staf i kualifikuar për fëmijët me aftësi ndryshe apo aftësi të kufizuara. Qendra jon ofron një sër shërbimesh për fëmijët me autizëm. Ofron logopedi, terapi zhvillimi, fizioterapi, mbështetje shkollore dhe terapi okupacionale. Këto janë një sër terapish të cilat ndikojnë në zhvillimin dhe në përmirësimin e jetesës së fëmijëve me autizëm. Shërbimet që marrin në qendër janë pa pagesë. Sistemin e referimit për të marrë këtë shërbim, punonjëse sociale tregon her pas here prindërve të cilët janë nevojtarë dhe vinë për të marrë shërbimet këtu. Shërbimet marren nga specialistë të cilët janë të kualifikuar dhe një zë të veçantë i japim ndërhyrjes së hershme, e cila është shumë e rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve. Të gjithë fëmijët janë unik dhe duhen pranuar ashtu siç janë. Në qendrën e shërbimeve komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara marrin shërbim 63 fëmijë, ku 70% e tyre janë me spektrin autik. Kjo qendër është e hapur nga e hëna në të premten, nga ora 8 deri në orën 16 dhe shërbimet janë falas. Grup mosha me spektrin autik që merr shërbime është nga 3 deri në 17 vjeç, ndërsa grup mosha e fëmijëve apo personave me aftësi të kufizuara që marrin shërbime është nga mosha 2 vjeç deri në 21 vjeç. Fëmijët të cilët trajtohen në këtë qendër vinë aty me një diagnozë nga mjekët specialist.